Presim një qasje racionale që mos të bëhet vetëm për çështje të një përfitimi të vogël politik. Ajo që pam sot është vazhdimi i skenarit që rezultatet e jap gjithmonë të njëjtë. Rritet numri rendori i seancave, ndërkohë që bjen numri i deputetëve. Sot në propozimin e lëvizjes së vendosje kishim vetëm 47 deputet për, numri më i vogël ndonjëherë pas këtyre zgjedhjeve, prandaj kemi një kuvend jo funksional, një qeveri pa legitimitet, ndërkohë që nuk ka as edhe një lëvizje që dalet nga kjo krizë e cila është krizë dhe blokadë institucionale. Si LDK ne e shohim me shqetësim situatën politike në të cilën jemi dhe prandaj kemi dalë me propozimin ton, i cili është prezantuar nga kryetari që është një alternativë që e vlerësojmë që është shumë e mirë për daljen nga kjo krizë dhe njëkohësisht t'ju jap përgjigje të gjitha atyre problemeve që sot Kosova ballafaqohet. Deri sot, domthonë nga dje që është prezantuar, kjo është vetë forma, mënyrën se si prezantohet, është ftesë për parti politike që të reflektojnë dhe dalim nga kjo krizë, meqenëse është propozimi i vetëm deri tani, nuk kemi pas një propozim tjetër ose edhe një aktivitet më të vogël politik që dilet nga kjo krizë, ne e vlerësojmë që është një plan jashtëzakonisht i menduar mirë që dilet nga kjo krizë dhe përgjegjësitë i marrin të gjithë konform fuqisë politike që kanë. A keni marrë sinjale për një partinë që po në mbështet se fillim kur ka dalë përgjigje me dhënë propozim e kanë refuzuar të gjithë. Sidomos vetë vendosja, jemi të propozuar unitet pa parti më të madhe nuk mundet me pas, a keni marrë një sinjal të pakut për tyre që mundet me mbështet një propozim të tillë ose të paktën këtu 15 pika të prezantuar. Ajo që kemi pasur nga deklarimi i ish-kryetarit të kuvendit zotit Konjusa është që do t'i shohim ato pika dhe do t'i vlerësojmë. Ne vërtet presim një qasje racionale që mos të bëhet vetëm për çështje të një përfitimi të vogël politik të një partie ose një tjetër politike, por të shikohet interesi qytetar dhe këto 15 pika vërtet mendoj se do të kenë impakt edhe në jetën sociale të njerëzve për cilët vërtet sot ballafaqohen me vështirësi të mëdha duke u nisur nga rritja e çmimit të produkteve bazë, çmimi i energjisë elektrike e deri tek politika e jashtme në të cilën vërtet mendoj se çalojmë shumë dhe këto 4 vjet kemi pas një regres jashtëzakonisht të madh.